kuptim që ju shkodranët mburreni shumë. Mendoni se jeni më të mirët. Në fakt, a jeni ju më të mirët apo është thjesht perceptiv? Shkodran jam shumë krenar për origjinat e mia, jam shumë krenar për qytetit për ku vi, por asnjëherë nuk e projektojnë krahasim me të tjerë. Jena shumë të mirë sepse i kena lënë Shqipënisë, i kena lënë historisë Shqipënisë, pra traditave të Shqipënisë, i kena lënë kombit shqiptar në vite, po flas për anën politike gjas, por edhe krenar që na ka beku Zoti me shumë të mira natyrore, me shumë talenta njerëzor, dhe për këtë sens kena drejt besoj me kenë krenar për origjinat tona. Një përgjegjësi të lartë për me çu më larg ose me majtat standardin që Shkodra ka ndërtu, pra nuk është thjesht perceptim, nuk është legjendë, është një realitet cilin ne duhet ta majmë dhe të ketë vazhdimsi kjo. Bile një nga sloganet ose nën sloganet e fushatës teme është Shkodra e përjetshme, edhe kisha dashur shumë me identifiku ose me personifiku Shkodrën e përjetshme, vazhdimsinë e asaj Shkodre që njohin edhe rrethet e tjera, po edhe që ne vetë njohim nga qyteti.